Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të zhdukim rrudhat për një ditë, kjo recetë me kos do ju befasoj. Kujt i nevojiten maskat e shtrenjta për fytyrën kur ju mund të përgatisni lehtë në shtëpi këto receta alternative. Kosi është shumë i mirë për lëkurën, ai ndihmon në mbylljen e poreve dhe mban lëkurën tuaj tepër të shëndetshme. Kosi është i mirë gjithashtu për tretjen, rrit sistemin imunitar dhe siguron baktere të mira të cilat ndihmojnë me tretjen. Nuk ka një produkt tjetër më të rëndësishëm se sa ato të cilët ju mund t'i përgatisni vetë. Dhe në fakt, një tjetër produkt mjaft i rëndësishëm që juve do t'i nevojitet në këtë proces është edhe portokalli, i cili është shumë i mirë për lëkurën e yndyrshme me puçra apo me akne. Portokalli është i mbushur me vitaminë C, kalium dhe njëkohësisht acid folik. Vitamina C prodhon kolagjen dhe përmirëson gjithashtu elasticitetin e lëkurës tuaj. Nëse ju konsumoni rregullisht lëng portokalli, ju do të keni një lëkurë më të shëndetshme dhe njëkohësisht flok më të shëndetshëm. Sipas ekspertëve, në qoftë se ju do të kombinoni bashk këta përbërës, ju do të përfitoni një maskë të mirë për fytyrën tuaj. Ndërkohë, përbërësit që juve do t'ju duhen janë një lug çaj kos, lëngu nga 1/4 e portokallit, një lug çaj mjalt. Përzini të gjithë përbërësit së bashku, kosin, portokallin dhe mjaltin, derisa të bëhet një masë homogjene. Aplikojeni në fytyrë me një furçë ose me dorë, mbajini për rreth 10 deri në 15 minuta dhe më pas shpërlajini fytyrën tuaj me ujë të rrjedhshëm. Përsëriteni këtë maskë të paktën një herë në javë. Ndërkohë, sipas informacioneve, kosi është një nga produktet i cili është i shijshëm dhe plot vlera për të konsumuar kudoherë. Janë pikërisht këto vlera të cilat përmirësojnë shëndetin e lëkurës nëse ju e përdorni atë si një maskë, pa nevojën për të shtuar asnjë përbërës tjetër kosi kthehet në maskën më ekonomike, por me përfitime të mrekullueshme. Minerale dhe vitamina të cilat gjenden tek kosi. Ka një arsye pse kosi i jep lëkurës së fytyrës një rigjallërim dhe një shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave janë pikërisht këta 4 përbërës të cilët ndikojnë në përmirësimin e shëndetit të lëkurës. Sipas informacioneve, zinku është i njohur për vlerat e tij antiinflamatore, nxit rigjenerimin e qelizave të lëkurës si edhe balancon gjëndrat yndyrore të cilat shkaktojnë krijimin e akneve. Të gjithë ne e dimë që kosi përmban kalcium. Ky mineral është përgjegjës për hidratim dhe parandalimin e përtharjes së lëkurës. Vitamina B nga ana tjetër bën të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga radikalet e lira, si edhe nxit prodhimin e yndyrave tepër të shëndetshme. Acidi laktik gjithashtu është një nga përbërësit kryesor të kosit dhe ai gjendet në shumicën e produkteve të lëkurës. Ai funksionon gjithashtu si një agent kundër rrudhave dhe plakjes së lëkurës, por veprimi kryesor i këtij acidi është parandalimi i prodhimit të enzimës tirosinaz, e cila nxit prodhimin e melaninës. Kështu lëkura juaj do të jetë më e bardhë dhe njëkohësisht më e pastër. Si të përdorni kosin për lëkurën? Mjafton që një filxhan kafeje ju ta hidhni 2 deri 3 lug çaj me kos dhe të përzieni derisa të formohet një masë e plotë. Më pas vendoseni atë në fytyrën tuaj
duke treguar kujdes që ju të mbuloni të gjitha zonat problematike, si edhe qafën. Ne ju këshillojmë që ndërkohë ju të lyeni fytyrën dhe ta masazhoni atë me lëvizje rrethore për të nxitur edhe qarkullimin e gjakut. Kosi do të fillojë të ngurtësohet pas 5 minutash, duke krijuar kështu një maskë të mirëfillt. Kosi do të fillojë të ngurtësohet pas 5 minutash, duke krijuar një maskë mjaft të mirë. Lëreni për 15 minuta dhe më pas mjafton të njomni pak duart me ujë dhe përsëri ta fërkoni fytyrën tuaj derisa shtresa e kosit të thërmohet. Kështu ju do të largoni të gjitha qelizat e vdekura dhe papastërtitë të cilat janë akumuluar në poret e lëkurës tuaj gjatë gjithë ditës. Kosi nga ana tjetër përmban baktere të cilat i luftojnë të gjitha aknet si rezultat i infektimit të porëve nga papastërtitë. Më pas, shpëlajini lëkurën tuaj me ujë të rrjedhshëm dhe fshiheni atë lehtë me peshqir. Nëse keni një fytyrë të ndjeshme, ne ju sugjerojmë që thjesht ta shpëlani fytyrën tuaj me ujë të bollshëm. Sa shpesh duhet që ju të përdorni kosin për lëkurën e fytyrës tuaj? Për personat me një lëkurë të yndyrshme, është tepër e këshillueshme që të përdoret çdo ditë për të patur rezultate mjaft të mira, ndërsa ata të cilët kanë lëkurë të thatë mund ta përdorin 2 apo 3 herë në javë. Rrudhat, siç e përmendëm, janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohe, kryesisht tek zona e syve, gojës dhe qafës. Rrudhat jo vetëm shkaktohen nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe njëkohësisht duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe nga ana tjetër të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Këtu ju do të mësoni disa prej kurave natyrale më të mira kundër rrudhave. Vaji arrës të kokosit. Me këtë vaj ju mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Sipas informacioneve, pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjatë gjithë natës. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji arrës së kokosit gjithashtu i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe zbeh rrudhat. Uthulla e mollës. Përzini një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me ujë. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë ju duhet që ta bëni të paktën 2 herë në javë. Uthulla e mollës gjithashtu ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj një shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe më pas vendoseni në lëkurë. Prisni sa të thahet dhe shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë të paktën 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados ju mundet që ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë 2 herë në javë. Avokado zbut rrudhat dhe i jep shëndet, shkëlqim dhe pastërti lëkurës tuaj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë,
kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.